të flasim sot pak për karikimet imediate, kur i përdorim ato, si realizojmë ne karikimet imediate. Si procedon? Bëhet rreshtimi, pastaj mbas rreshtimit skanohet edhe krijohet struktura e metalit. Çfarë dhëmbë është përdorur? Dhëmbë rezinet para fabrikum. Po struktura është metal. Struktura po është metal, krom kobalt, sinter, projektohet në katkam, projektohet me anë të rreshtimit që ne kemi bërë. Çdo dhëmbi bëhet pjesa e retencionit që hapet zgavra nga ana linguale ose palatinale, i shkon edhe një kujë metalike që jep përforcimin, edhe në fund fare ky si punim është super i fortë për dhëmbët. Po kush është ndryshimi midis këtyre të dyave për shembull? Ja, kemi ne, tu në pamje të parë duken sikur janë të dyja provizorë në rregull. Ndryshimi midis këtyre dyjave është, po ta shikoni, tu kemi provizor, katkam, thjesht janë përdorur vetëm cilindrat që të bëhet mbyllja e mirë me implantet, por që mund të thyet shumë kollaj. Do në moment që pacienti ka një kafshim të fortë ose mund të kafshojë gjëra që nuk duhen, se normalisht është karikimi imediat, duhet haj gjëra të buta, kjo mund të thyet. Po mirë zemë se u thyet, ç'a ndodh pastaj? Përveç pjesës estetike që nuk është se është primarja në këtë rast, është pjesa e stabilitetit të implanteve. Në rastin po patjetër, në rastin që ne kemi strukturë metali, i mban që gjithë implantet në një trup vetëm, domethënë. Struktura e metalit i lidh, qofse humbë dhëmbit mund ta heqim nga goja, mund ta riparojmë, nuk ka problem fare, kurse në rastin e këtyre është risku shumë i madh për lëvizshmërinë e implanteve, duke qenë se është karikim imediat dhe definitiv. Po precisionin, si e masim ne këtu? Jemi të saktë? Po super precisionin. Ka tension si Jo, s'ka tension. Për sigurinë tonë, i filetojmë një vid nga implantet fundore. Nëse ajo nuk lëviz është shumë okay. Nëse ngrihet nga njëra anë, i bie që nuk është pasive. Normalisht detyrohemi ta përsërisim derisa të vi struktura pasive dhe pastaj vazhdon punën. Në asnjë moment nuk duhet dorëzosh një punë me tension, sidomos karikime imediate se është rrezik për implantet. Shumë faleminderit.